I titulluar Labirint në tru, libri promovuar para ditën e së hënës në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër është vlerësuar nga bashkautori si një botim mjaft i domosdoshëm për adoleshentët, prindërit dhe mësuesit, por edhe për të tjerët, deri te politikanët. Nxitje për botimin e këtij libri është bërë filmi i kohëve të fundit Adoleshenca, i cili ka tërhequr një audiencë mjaft të gjerë në nivel botror. Filmi Adoleshenca që u klikua nga gjithë bota dhe unë mendoj që ne duhet të prodhojmë adoleshencën tonë, librat tona, historitë tona, dhe të jemi të gatshëm të japim prodhimet tona kinematografike nga librat tanë, nga autorët tanë, nga shkrimtarët tanë, në mënyrë tillë që të motivojmë dhe të rinjt, të motivojmë dhe mësuesit, por të motivojmë dhe profesorët që japin mësim në universitet në mënyrë të tillë që her pas here këta profesorë të sjellin diçka për këta të rinj. Pra, duke prodhuar një libër, ti ke ardhur në ndihmë prindërve. Duke prodhuar një libër, ke ardhur përveç prindërve dhe mësuesve. Atëherë ky trekëndsh, nxënësi, adoleshent, mësuesi dhe prindi, të tre së bashku përbëjnë trekëndshin e shpëtimit të adoleshentëve nga thetrat e drogës, të duhanit, të vesëve të shoqërisë dhe shumë problematikave të tjera që ndodhen në Shqipëri. E themi me forcë dhe nënvizojmë që ky realitet përkon pikërisht me emancipimin dhe me zhvillimin e këtij brezi të ri, dhe ky brez i ri nuk mund të zhvillohet i vetëm, por përkundazi në bashkëpunim me familjet e tyre, me të gjithë arsimtarët dhe pa diskutim me shoqërinë mbarë. Sot fëmijët janë lindë midis telefonit dhe celularit dhe TikTokut që sot përshkatron edhe shoqëri sociale edhe shumë breza të tjerë. Dhe kjo është një libër që tregon këtë fabull edhe për të treguar përmbajtjen, që kam dhënë edhe për të ilustruar çdo ironi, çdo simbolik edhe diçka për të ngacmuar edhe për adoleshentët që duhet të kenë korrigjim për të ardhmen e tyre. Një audiencë e veçantë ishte e pranishme në promovimin e këtij libri si sa i përket përbërjes moshore ashtu edhe profesioneve. Kjo për faktin se tema mbi adoleshentët nuk i përket vetëm shkollës dhe prindërve, por një rrethi shumë më të gjerë shoqëror. Për këtë arsye edhe interesimi ishte i natyrshëm. Kjo u theksua edhe nga të pranishmit që morën fjalën gjatë aktivitetit.